unë mendoj që gjithmonë do të një lidhje me pas domethënë që gjithmonë janë me çupe. Zakonisht kur ka një debat që është në nxehtë, domethënë nuk do dojmë pas gjithmonë do me pas sistem që njëri lëshon pe. Nëse njëri lëshon pe për një 5 minuta, domethënë gjitha rregullohen. Nëse duhet reagoj një moment caktuar se gjë na jem njerëz dhe s'mundesh ti nganjëherë edhe emocionet që ki, ngarkesën që ki gjatë ditës, s'mundesh ti mendo pastaj emocionet se hina nder banesë tash jam këtë tjetër person. S'mundesh me qenë. Ndoshta ti një bisedë këtë kot në shtëpi mund të jetë mund të shaktoj të jemi shpras këtë energji negative që ke kriju gjatë ditës. Prandaj ky tjetri person domon të riqish në 5 minuta bën një tërheqje taktike dhe pastaj. Cili nga ju është ai që lëshon më shumë pe pra? Se di, domon besoj që unë kam pas shej pe. Jo. Po kush është romantik? Romantik, se di, si jam e diqysh. Si jam pa qatë shumë romantik, domon po. Izeti ka shkru 2 muaj me radhë. Po. Po cila është Izeti është më shumë pak. Okej. Po cila është një cilësi që e vlerësoni më shumë tek njëri tjetri? Unë thash organizim, kjo është shumë meritë shumë organizim. Domethënë kjo është Domon diçka çdo sen besoj domon që ka e bën. Domon edhe kur do me fiet e din që sa ka me fiet. Nëse varet domon ka njëra është e lodhur, nëse mund bjen me fiet, po me fiet s'mundet pastaj. Çajo për ndryshe domon është shumë organizuar, që është një tipare që unë nuk jem natyrë e tillë, domon, kama që domon i bën një pjesë punë domon, bile kur shkojnë tavolinë, sidomos tavolinë me bëmi palu senet, se diku i kam. A kur do të shpërndam